Sako, do ta votoni nesër krye parlamentare nëse do keni një propozim. Spari du me falendru gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për besimin e tyre ndaj Partisë Demokratike të Kosovës dhe ndaj meje si të putet. Sigurisht që qëndrimet e mia janë edhe ato të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk do të marrim pjesë në votim derisa nuk kemi një zgjedhje të qëndrueshme për Kosovën. Dhe sigurisht që zgjedhja e qëndrueshme për Kosovën është zgjedhja e kryeministit Bedri Hamza si udhëheqësi i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe me të besoj që do të krijohet edhe stabiliteti edhe qëndrueshmëria në vend. Faleminderit. Hamza ka thonë duke diskutuar me partitë e tjera PDK, e kam fjalën për LDK-n, a kanë edhe nismë në mënyrë që edhe ato mos më votu kryetarin e kuvendit ose edhe qeverinë. Sigurisht ne i bëjmë thirrje edhe individuale, por edhe publike, por sigurisht që ka edhe takime të ndryshme me partitë politike, që t'i bëjmë thirrje që të ketë një qëndrueshmëri në premtimet që kam bë sa i përket mos zgjedhjes së kryeministit Kurti apo mos dhënie mundësisë së Kurtit 3 në Kosovë. Po pjesë një përpjekje, ka dakordon të ditë shto. Sigurisht që në këtë pjesë do të shihet nesër se si do të veprojnë. Nuk keni dakordim, me që kam mbet me u pa nesër kjo gjë. Sigurisht nuk ka asnjë dakordim konkret, por besoj që mbetet në qëndrueshmërinë dhe premtimet publike që kanë bërë. Edhe sigurisht që ne e dimë shumë mirë që kemi një procedurë. Edhe procedura e parë është të japë mundësisë partisë parë, pastaj pasi partia e parë nuk e ka mundësinë të shohim edhe presidenca se si dhe do të reflektojë. ai lëngjane me dorë prej postit kryeministrit nëse bëhet një qeveri prej opozitës. Besoj që e ka bërë qartë Partia Demokratike e Kosovës, ne kemi pozitën që na ka besu edhe qytetari i vendit në mundësinë e dytë të formimit të qeverisë. Atëherë besoj që ne qëndrojmë në premtimet tona. Faleminderit edhe një herë.